Zoti Avdia, cili është qëllimi I kësaj fushë këtu në sfond që është? Po, ne këtu kemi një fushë demonstruese, ku bëjmë mbjelljen e gjitha bimëve që I kemi në kultivim. Kjo fushë demonstruese shërben më shumë për farmerët që interesohen të vinë në kooperim, në bashkëpunim me kompaninë tonë, që t'i shohin edhe në mënyrë praktike bimët për cilat bëhet fjalë, për cilat Do të thotë këtu provohen me pastaj veprohet në praktikë me kooperuesit. Po, gjithsesi këtu I merr farmeri që interesohet gjitha sqarimet, të e pa bimën për cilën po bëhet fjalë, pastaj ne bëjmë kontrata me farmer që kemi edhe serat që prodhojmë fidanet për ta, edhe kështu edhe kemi edhe paletën e re të produkteve që çdo vit shtim produkte të reja në kultivim, varësisht për kërkesës të tregut perëndimor. Suksesi I tyre është I plot? Është I plot, do të thotë kërkesa vazhdimisht është në rritje në tregun evropian për produkte organike. A mund t'i përmendni disa që janë më të kërkuara për rrethonat kultivuese të Kosovës? Për konditat. Po, për shembull që këtu para vete kemi një bimë shumë interesante, e cila është quhet Gentiana lutea, është vetmja bimë që mban emrin e mbretit I lirë, Gentit. Do thotë Gentiana lutea është bimë që rritet në nalësi mbi 1400 metra, do thotë mbjesht larta, edhe përdoret për medicinë, do thotë është mbreti I bimëve medicinale, mund të themi, sa I përket gjitha bimëve që I kemi ne. Është edhe një bimë tjetër është që rritet në nalësi bindetare diku në qafat, si thot populli. Është lincura. Kjo është Gentiana lutea, lincura do të thotë I kanë thënë përpara në gjuhë. Po. A është në rrezik kultivues kjo? Ka pasur disa reagimet nga ambientalistët që është në rrezik? Shumë e vërtet, kjo është bimë, kjo është dhe si specie është në zhdukje sipër, edhe është në listën. Se po ndodh kjo? Po. Po ndodh me qenë se mas lufte kanë ardhur kryesisht keqpërdorues nga jashtë Kosova, mos t'i dhami emrin nga Shqipëria, dhe e kanë nxjerrë në mënyrë masive këtë bimë, e kanë zhduk pothuajse. Duke mos përfillur kushtet kultivuese, rritset të shumëzimit edhe atë shumëzimit me farë, pa arritur fazën e pjekurimit. Ashtu, kjo do të thotë është edhe mbrojtur në me ligj si bimë, nuk guxon të nxirret në mënyrë çka është nga mbledhja spontane në asnjë mënyrë. Ne përmes këtij kultivimi që po e zgjerojmë, na po ndikojmë edhe direkt në mbrojtjen e habitatit që ndodhet nëpër bjesht tona që akoma nuk kanë mujt me has. Dhe ka sukses në rrafsh? Jo, ka sukses vetëm në nalësi mbydetare. Ne kemi kontrata me farmer, I kemi të shtrirë në Double D, që kultivojmë, do të thotë 1200 metra nalësi, në Dragash, në Brezovic, në Rugov, do të thotë kryesisht këtë bimë e kultivojmë në bjesht të larta. A ka tjetër bimë tjetër që ka sukses? Janë bimë tjera që janë bimë tulta, sidomos për shembull janë bimët ma profitabile që prodhojnë lule. Për shembull, po kemi këtu para vete, kjo është çaji I sharit, edhe kjo është një specie e veçantë që është vetëm në bjeshk të sharit për t'u gjenë në Kosovë. Do të thotë në Alpet shqiptare nuk është. Jo. Edhe çka është interesant, do të thotë vetëm pjesën lindore në bjeshk sharit prej pjesës së Maqedonisë, shumë pak në pjesën e Kosovës. Edhe këtë bimë ne jemi të e kultivu, do të thotë në gastrat tona, që po bëhet me sukses edhe në ulësira, do të thotë. Edhe që është bimë në alësive, është të A mund të shërben kjo si edhe ushqim për bakti kjo? Jo, nuk shërben. Kjo është përdoret si çaj. Shtrova pyetjen sepse është një bimë e bjeshtëve të sharit
që ndikon në mishin e deleve të sharit të njohur ndërkombëtarisht si cilësor. Në base mendova që mos është kjo. Po, me thonë drejtën nuk e di, mund tjetë edhe si ushqim i preferuar i baktive, po nuk kam djeni ma shumë për to. Kështu që i kemi krejtësisht 22 lloje të bimëve që i kultivojmë në përfushat tona, edhe janë shumica e tyre janë bimë shumë vjeçare, ndërsa ka edhe bimë 1 vjeçare, sidomos këto lule që prodhojnë lule janë bimë 1 vjeçare.